Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi të dashur me që jemi këtu në kuadër të emisionit të zgjedhjet e parakohshme 2026. Të ftuar në studio kam Ministrën e Ekonomisë, zonjën Artane Rizvanolli. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhat. Mirë se ju gjej, kënaqësi jem këtu si gjithmonë. Faleminderit. Kjo hapësirë mediative I kushtohet lëvizjes vetëvendosje, kryesisht punave që Ministria e Ekonomisë ka bërë dhe planifikon t'i bëjnë në mandatin e ardhshëm. Si po shkon fushata fillimisht, jemi në atë vlugun sepse kishim ditë të shkurtra për fushat? Është mjaft aktive, energjike, është kënaqësi që të shohim kaq shumë qytetar, kaq shumë energji pozitive. Në fakt jemi në një palë zgjedhje në të cilat ne nuk kemi dashur të jemi. Ne kemi fituar një mandat të fortë që populli I Kosovës na e dha më 28 dhjetor të vitit të kaluar dhe ne filluam mandatin e ri me një vroll, me një energji për të punuar për zotimet afatgjata të cilat I kemi dhënë. Mirë po, tani që jemi këtu ku jemi dhe jemi kthyer tek qytetarët e Republikës Kosovës për të kërkuar prapë mbështetjen e tyre, këtë herë shpresoj dhe besoj edhe më të fuqishme, në mënyrë që punët e mira që I kemi filluar të vazhdojnë. Kjo fushate ka vetëm një të mirë, këto fushatat e shpeshta, e vetmja e mirë e tyre është që po kemi më shumë takime me qytetar dhe nga ana tjetër këtu edhe po na japin vullnetin dhe energjinë, çdo shtrëngimduar, çdo buzëqeshje, çdo fjalë mirë na motivon për të ecur përpara. Faleminderit shumë. Do ta nisim me problematikën kryesore të qytetarëve. Jo rrallë është thënë që Kosova është e varur nga importi I energjisë elektrike. A është zvogluar kjo varësi apo do ta kemi gjatë? Më vjen mirë që e bërt këtë pyetje sepse është diçka për të cilën ka edhe shumë dezinformata në fakt. Për shembull, do të filloja duke thënë që informatat si ajo që Kosova kinse ka pasur import 1 miliard euro gjatë qeverisjes tonë, thjesht nuk janë të sakta. Ne I kemi, sepse përfshin të dhënat nga doganat të cilat përfshin ngërthejnë në vetvete edhe energjinë e cila kalon tranzit në Kosovë. Në fakt ne I kemi marrë shifrat nga operatorët, Keci dhe Kesko që janë operatorët më të mëdhenj kryesor, dhe kemi parë që në fakt importi I tyre për konsumatorët e Kosovës ka qenë dikun rreth 660 milion euro, që do të thotë dikun shifra e proklamuar ka qenë 50% më e lartë. Janë edhe dy gjëra të rëndësishme për t'i kuptuar në kontekst të importit të energjisë elektrike. E para është që në tregjet ndërkombëtare çmimet janë rritur jashtëzakonisht shumë në krahasim me kohën e para krizës. Dhe sigurisht që kjo ka qenë një faktor që e ka rritur vlerën e importit, edhe pse sasia nuk është rritur domosdo, përveç disa viteve specifike kur kemi pasur investime në kek. Dhe këtu është faktori I tretë që është me rëndësi për të shpjeguar. Në vitin 2023, për shembull, kemi pasur dilatimin e kaldave, I cili gjatë të cilit natyrisht që bloqet është dashur të jetë jashtë funksionit për një periudhë të caktuar, 3 muaj njëri, 3 muaj tjetri. Vitin e kaluar ka filluar modernizimi I turbinave në termocentralin Kosova B, që po bëhet nga General Electric në vlerë rreth 58 milion euro. Është investim I cili po bëhet për herë të parë prej se funksionon, prej se ekziston termocentrali Kosova B për rreth 42 vite. Arsyeja pse po bëhet ky modernizim është që të rritet jetëgjatësia e termocentralit edhe për 20 vite dhe gjithashtu do të rritet edhe kapaciteti I tij për 120 megawatt bruto. Në fakt, te njëri bllokëve që kemi këtë rritje, në bllokun tjetër puna do të përfundojë nesër, mirë po blloko hyn në funksion në fund të këtij viti, duke qenë se paralelisht në bllokun B, paralelisht me investimet që po bëhen në turbinë, po bëhen edhe investime në gypa në të kaldas dhe gjithashtu shumë me rëndësi për qytetarët veçanërisht të Prishtinës, Fushë Kosovës e të Obiliqit, ka filluar vendosja e filterëve të cilët do ta ulin ndotjen për 97% dhe nga pluhuri dhe 75% nga oksidet e azotit. Pra
nëse ju kujtohet ai diskutimi që u bë viral i kryeministrit mbi bojlerët dhe filterët, ajo puna në bojler, dilatimi i bojlerëve ose kaldave është kryer në vitin 2023, ndërsa puna në filter ka filluar si vjet, puna në modernizim ka filluar vjet, dhe sigurisht që për të bërë këto investime, të cilat janë për 20 vitet e ardhshme për të na ofruar siguri, mirë po shumë më pak ndotje gjithashtu, natyrisht që përkohësisht importi gjatë këtyre viteve do të jetë më i lartë. Mirë po nga ana tjetër, kjo është e domosdoshme dhe bashkë me investimet që po bëhen edhe aktualisht në remontet e bloqeve të AS, edhe me rehabilitimin e thellë të njësive të termocentralit Kosova A, të cilin Keku e ka në proces të tenderimit aktualisht. Ne në vitin 2028 veç do të jemi në një situatë krejt tjetër, shumë më të mirë, ndërsa llogarisim dhe zotohemi në fakt që deri në fund të mandatit do të jemi neto eksportues duke eksportuar 30% të vlerës konsumit të Kosovës, ndërsa vetëm 7% për konsumin e familjeve dhe mikrondërmarrjeve dhe ndërmarrjeve të vogla do të vijë nga importi. Pra për ta përmbyllur shkurt, importi nuk është rritur aq sa thuhet që është rritur, dhe e dyta, edhe kjo rritje që ka ndodhur për shkak të investimeve të cilat po bëhen për 20 vitet e ardhshme, në mënyrë që për një brez të jemi më të sigurt, ndërkohë ne këtë mandat si risi planifikojmë edhe gasifikimin e linjitit për prodhimin e energjisë, pra një teknologji e re dhe më pak ndotje, që për një të ardhme afatmesme e afatgjatë do të na japë një zgjidhje që nuk e kemi pasur deri tani. Po, faleminderit për këtë sqarim, më së i domosdoshëm edhe për qytetarët. Do doja ta prekim edhe një tematik që ju keni deklaruar që energjia elektrike, çmimi i energjisë elektrike është më i liri në rajon, ndërkohë që qytetarët vazhdojnë të ankohen me ato faturat e energjisë. Si t'ju bëjmë me dije që ta kuptojnë që kjo është e vërtetë që thoni ju, e në të kundërtën ata pse ankohen? E para, kjo që e themi për çmimin e energjisë elektrike, kjo është në bazë të statistikave. Dhe në fakt, nëse i shohim vendet fqinje më të afërta, që janë Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, e kanë 25 deri në 31% çmimin e energjisë elektrike për 1 kWh më të shtrenjtë se sa Kosova. Sa i përket ankesave, tash mendoj që edhe sa janë ato në fakt reprezentative, ankesat që i dëgjojmë është për të diskutuar, mirë po pavarësisht kësaj, është një gjë që duhet thënë. Ne që nga fillimi i krizës energjetike, me cilën u përballëm që në fillim të mandatit fatkeqësisht, kemi thënë që qëllimi ynë është që të ndihmojmë qytetarët që të kursejnë energjinë elektrike dhe që të arrisin eficiencën. Prandaj kemi investuar nivele rekorde në eficiencë, duke përfshirë këtu rreth 20 milion euro për përkrahjen e mbi 45.000 familjeve për të blerë pajisje eficiente ose për të vendosur sisteme solare. Prej tyre, mbi 3.000 familje janë të rajonit të Gjakovës, ndërsa gjithashtu kemi përkrahur për herë të parë në Kosovë mbi 3.500 familje për të izoluar shtëpitë e tyre me grante në vlerë gati 4.000 euro mesatarisht dhe prej tyre në Gjakov i kemi përkrahur 166 familje për të izoluar shtëpitë e tyre. Pastaj kemi bërë investime që nuk janë bërë kur më herët për shtresën më të ndjeshme të popullsisë. Me përkrahjen e Bashkimit Evropian, kur e kemi dizajnuar atë pakon 75 milion, që jemi siguruar që të preken qytetarët që më së shumti kanë nevojë. Prandaj kemi bërë thirrje për të gjitha komunat e Kosovës që kanë banesa sociale, të cilat kanë nevojë për renovim, që të aplikojnë. Që komuna e Gjakovës nuk e ka shfrytzuar procedurën e aplikimit, nuk ka aplikuar apo si qëndron situata këtu?
Është e saktë dhe më vjen keq ta them këtë, më vjen keq veçanërisht për ato familje që jetojnë në banesat sociale në Gjakov. Ne para rreth 2 vitesh e gjysmë kemi pas thirrjen ku i kemi lutur të gjitha komunat e Kosovës që kanë banesa sociale që të aplikojnë që me 90% grant nga Bashkimi Evropian me zbatim nga Fondi i Eficiencës të eficiencës energjisë. Pra, ka qenë një shans i jashtëzakonshëm, një mundësi e jashtëzakonshme që këto familje të përfitojnë. Dhe me këtë rast kemi renovuar 28 ndërtesa, banesa sociale në gjithë Kosovën, në 13 komuna, të cilat kanë aplikuar dhe kanë pasur nevojë për to, dhe kanë përfituar 900 familje në 13 komuna, në 28 ndërtesa, nga izolimi i mureve, ndrimi i dyrëve drituareve, ndrimi i dyerve të jashtme, ndrimi i dyerve të jashtme pastaj të ndërtesës, vendosja e interfonisë, kundër zjarrit, alarmeve kundër zjarrit, izolimi i çatisë dhe kur ka pas nevojë madje në disa raste edhe disa investime të shtesë, nëse ka pas probleme me ujë ose me hyrje në dysheme, pllaka e të tjera. Dhe si rrjedhoje kësaj, si dhe janë vendosur edhe pajisje eficiente për ngrohje. Fatkeqësisht, komuna e Gjakovës, kryetari i Gjakovës ka vendosur që të mos aplikoj për këtë grant, dhe fatkeqësisht qytetarët e banesave sociale, familje që jetojnë në banesa sociale në Gjakov nuk kanë përfituar nga ky projekt. Unë shpresoj dhe besoj që do të ketë mundësi në të ardhmen që ta bëjmë këtë prap, mirë po me të vërtet është mëkat, është një rast i humbur për ato familje që të kenë kushte shumë më të dinjitetshme të jetesës dhe është një gjë të cilën unë kur nuk e kam kuptuar. Dhe t'ju them të drejtën, unë nuk e kam ditë që Gjakova ka banesa sociale. Duke qenë se nuk ka pasur aplikim, kam supozuar që nuk ka fare banesa sociale, se ka komuna që nuk kanë, se po ta kisha ditur, sigurisht që nuk do të kalonte pa në këtë mënyrë kaq lehtë kjo mungesë e aplikimit. Sidoqë tjetër shpresoj që do të ketë mundësi të tjera. Dhe me që jemi në këtë temë, nga ky projekt është në vlerë totale prej 6.6 milion euro, i financuar nga Bashkimi Evropian në masën 90%, është i dizajnuar nga ne si qeveri, si Ministria e Ekonomisë, i zbatuar nga Fondi i Kosovës për Eficiencë të Energjisë, ndërsa 10% tjetër e kanë bashkëfinancuar komunat të cilat kanë përfituar. Ndërsa njërisi për mandatin e ardhshëm që e kemi, është që tash që Fondi i Eficiencës ka bërë këtë përvojë në izolimin e ndërtesave shumë katëshe dhe nga ana tjetër kemi pasur shumë kërkesa nga qytetarët që të fillojmë edhe me përkrahjen për renovimin e banesave shumë katëshe, jo sociale, por banesave kolektive më të vjetra, më të vjetra të cilat zakonisht nuk e kanë izolimin e duhur dhe për këtë arsye dhe shpenzojnë shumë energji dhe mund të kenë lagështi, myk e të tjera. Dhe ne kemi dëgjuar këtë kërkesë të qytetarëve dhe konsiderojmë që tash i kemi institucionet mjaftueshëm të forta për ta bërë këtë me sukses. Dhe Gjakova është një ndër qytetet, së bashku me Prishtinën, Gjilanin, Mitrovicën dhe Podujevën, ku do të nisim projektin e renovimit të banesave sociale, jo të banesave sociale, kolektive, të vjetra, cilat kanë nevojë në mandatin e ardhshëm. Në studio që ishim në zgjedhjet e kaluara, ju folët për shumë projekte, sa u nisën apo mbetën për të realizuar për shkak të kohës dhe shumë të tjera, besoj. Cilat vlerësoni se janë 3 prioritetet e lëvizjes vetëvendosje, më saktësisht ministrisë suaj, që njëkohësisht post që do të përfitojë gjithë Kosova, gjithsesi edhe komuniteti në komunën e Gjakovës? Është vështirë të ndohen dhe me që po folim specifikisht për Gjakovën, unë do të kisha dalur edhe për te fushës Ministrisë Ekonomisë. Atyre që na ndjekin. Po. Atëherë, në mandatin e ardhshëm si Ministri e Ekonomisë ne kemi 3 prioritetet të cilat prekin të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. E para është ndërtimi i kapaciteteve të reja, si që thash, fillojmë, planifikojmë gasifikimin e qymyrit, ndërkohë që
rrisim kapacitetet në kek në termocentrale dhe ndërtojmë kapacitetet reja nga era dhe dielli që janë më të pastra. Pastaj vazhdojmë investimet në eficiencë të energjisë, duke përfshirë këtu edhe renovimin e banesave, mirë po harrova ta përmend më herët që edhe izolimi i shtëpive që ka qenë shumë i mirëpritur nga qytetarët, është masë e cila do të vazhdohet edhe në të ardhmen. Pastaj si Ministri e Ekonomisë kemi edhe sektorin e minierave prioritet që do ta kemi në mandatin e ardhshëm, siç e dini jemi zotuar që të ndajmë 50 milion euro për t'i skanuar së pari burimet natyrore që i kemi dhe nga ana tjetër investimi në Trepç, por jo vetëm në sektorin e minierave për ta ringjallur këtë sektor dhe për ta sjellur aty ku e kemi potencialin. Nga ana tjetër, sa i përket Gjakovës specifikisht, dhe këtu po e ndërlidh edhe me programin e madh për përkrahjen e prodhuesve në vlerë prej 1 miliard euro. Pra synimi është që të rritet prodhimi vendor dhe për këtë do të ketë përkrahje të madhe për prodhuesit vendor, e që në rastin e Gjakovës lidhet shumë mirë me projekte tjera që po ndodhin, që është ndërtimi, funksionalizimi i parkut industrial, për të cilin Gjakova ka shumë nevojë dhe është kërkuar gjithmonë. Nëse e keni parë, para rreth 10 ditësh në qeveri kemi marrë vendimin për fillimin e shpronësimit të pronave të Metaliku dhe Virginia atje, ku do të ndërtohet parku industrial i parë i gjelbër në Kosovë, dhe gjithashtu është industria ushtarake që po vjen në Kosovë, që po vjen në Gjakovë specifikisht, në Kosovë dhe në Gjakovë specifikisht, sigurisht, dhe mendoj që të dyja këto që janë specifike për Gjakovën, në kombinim me këtë përkrahje për prodhimin, do t'ja japin Gjakovës një gjallëri të re ekonomike, një ringjallje të industrisë, të cilën Gjakova e ka pasur fatkeqësisht nuk e ka rikthyer pas luftës, të gjithë e dim për kontekstin dhe faktorët, mirë po që do të ndikojnë gjitha këto që Gjakova ta ketë atë vendin në zhvillimin ekonomik, zhvillimin industrial ku e meriton dhe për të cilin e ka potencialin. Faleminderit, do ta marrim vetëm edhe 1 minutë kohë, sepse vetëm e rrumbullaksuam minutazhin e rezervuar. Derisa jeni në fushat, dëgjoni shumë kërkesa nga banorët. Po flas për banorët e komunës së Gjakovës. Natyrisht ju duhet t'u premtoni ju dhe gjithë të tjerët që i vizitojnë, por cila është hapi i parë që do ta përfitojnë ata banorë që ju kanë adresuar juve me ankesa të shumta? Sepse ata kanë hall dhe duan t'i shpalosin me juve. Tash një prej ankesave kryesore të cilën e kemi dëgjuar, të jemi të sinqert prej qytetarëve të Gjakovës, është rruga dhe sigurisht që kjo do të përfundohet. Nuk do doja dhe nuk jam ministrja e duhur, nuk i di detajet saktësisht, mirë po e kam parasysh nga kolegët që arsyet për këto vonesa që kanë ndodhur janë objektive dhe kanë të bëjnë me mungesën e planifikimit të duhur dhe kryerjen e procedurave të shpronësimeve, dizajneve të duhura e të tjera që janë dashur të bëhen para se të fillojë projekti dhe fatkeqësisht projektet që nisen mbrapsht dhe pa planifikim të mirë janë më të vështira për të përfunduar se po të kishte filluar, jam e bindur që po të kishte filluar në mandatin tonë dhe të ishte planifikuar mirë, deri tani do të përfundohej. Kryeministri nisi mbrapsht dhe vazhdoi ka gjatë, pikërisht për këtë rrugë. Saktësisht nuk është e vetmja, mirë po nga ajo që kam dëgjuar nga ministrat e infrastrukturës është që në këtë rast ka qenë rasti edhe më i komplikuar se sa në rrugë të tjera që janë nisur, në projekte të tjera që janë nisur mbrapsht. Mirë po, për të kthyer tek pyetja juaj, mendoj që kështu ndryshimi i parë që do të vrehet do të jetë zona ushtarake dhe veçanërisht fabrika e municioneve dhe gjithashtu parku industrial pastaj do të vi edhe investimet të tjera të cilat natyrshëm i sjellin këto. Për mua, për Gjakovën, këto do të jenë ato projektet kryesore që do ta ndryshojnë. Ju vlerësoni se këto janë projektet kryesore, pse duhet votuar lëvizjen vetëvendosje?
Tani, ne sonte i kemi tubimin e madh në Gjakov dhe po e shfrytëzoj rastin të ftoj të gjithë që të vinë në tubim, sepse kryeministri do t'i shpalos të gjitha projektet. Unë i thash disa pika kryesore, mirë po të gjitha do të përmblidhen sonte në mënyrën e duhur nga kryeministri Kurti. Faleminderit shumë për kohën, përkundër angazhimeve, sepse fushata bën të vetën dhe orët shkojnë shumë shpejt në terren. Suksese dhe faleminderit. Faleminderit edhe juve, kënaqësi të jem këtu. Kemi përmbyllur këtu diskutimin me Ministrën e Ekonomisë, zonjën Artane Rizvanolli, për të lënë takim me një tjetër kandidat për deputet. Mirëmbëjtje.